Janë mbi 3.000 djemë e vajza nga minoriteti etnik grek që janë diplomuar gjatë 3 dekadave të fundit në universitetet e Greqisë, Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zhvillojnë aktivitetin e tyre shkencor në fusha të ndryshme të jetës, por shumë prej tyre kthehen në vendlindje për të shërbyer banorëve, kryesisht të moshuarve. Njëra prej tyre është mjekja e përgjithshme, Eleni Xhollo, një vajzë e re nga fshati Fitore, e cila aktualisht punon në Spitalin Universitar të Janinës. Ndihem shumë e lumtur për këtë veprimtari që fillojnë, sepse është shumë e rëndësishme, do të vazhdoj të ndihmoj banorët e zonës. Keni pas raste që keni ndihmuar anëtarët e minoritetit etnik grek, por edhe fshetasit shqiptar që vinë atje për të mjekuar në Janin? Po, kam pas raste shumë herë. Ndërsa zonja Eleni Papa, kryetaria e shoqatës bamirëse Akriton Merimna, e shqipëruar kujdesi për banorët e zonave rurale, gjatë viteve të fundit kanë ndërmarrë iniciativa për të mbështetur familjet në nevojë. Kemi filluar që vjet me një grup pediatrësh nga Janina, nga Filjates, edhe kemi marrë të gjitha shkollat me radhë. Kemi akoma 2 shkolla në Bashkinë e Finikit edhe pastaj do vemi në Bashkinë e Himarës. Gjithashtu, së shpejt do të fillojnë të zbatohen 2 projekte ndërkufitare të Bashkimit Evropian në Bashkitë e Finikit dhe të Dropullit, ku marrin pjesë Ministria e Shëndetësisë së Greqisë, Spitali Hatxhikosta në Janin, si dhe Spitali i Gumenicës.